Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi drejt për së drejti me emisionin tonë Studio Sport. Një emision që tashmë dihet dhe tematika e tij është një atmosferë e pragneshjes finale të Ambisnes Superiore Vllaznia Egnatia. Më së fundi ka ardhur momenti i duhur, ora e duhur, viti i duhur që ajo e ndorë Vllaznisë për 24 vitesh të bëhet realitet mbrëmjen e së hënës. Por për të shkuar deri tek ajo festë që Shkodra ka nisur të përgatitet dhe shpresojmë të jetë konkrete, duhet të kalohet edhe një 90 minutësh final Vllaznia Egnatia. Por sidoqoftë hapi i parë gjysmë final me Dinamon ishte pozitiv, në një farë mënyrë kemi folur edhe emisionin e kaluar, dhe me emisionin që kemi posaçërisht për emocionet e pasëndeshjes, kemi pasur edhe analizat e mirëfillta, por sonte kam një panel të përzellur në studio me një figurë shumë interesante si Kujtim Dervishi, i cili është një njohës i mirë i futbollit, është një tip analisti, por një nga sportdarësit më të zgjatë të Vllaznisë në vite, por një herazi edhe një nga personat arsimdashës, jo vetëm si kujtim një karrierë të jashtëzakonshme e gjithë jeta e tij në arsim dhe sidomos në drejtim, por edhe familja Dervishi prej vitesh është e tillë, apo jo Kujtim? Mirë se erdhe, mirëmbrëma. Jo, sa herë ju kam në studio nuk mund të rri pa e gërshetuar këtë performancën tuaj në disa cikle. Respekt një njohje për këto fjalë, sigurisht Shkodra ka për dash, një për ty një mënon, si shonoj ta zotnit gradiat, është nësi edhe në arë studion tuj. Bilen vjen keq në herë kur edhe duhet në arë, nështë edhe vetë vullnetarisht punë ngarkesa të detyron që edhe mund por. Edhe pse angazhimi tuaj janë me të vërtetë tepër të ngarkuara në shumë fusha, por vendi juaj në stadiumin Loro Beriçi është aty ku ka qenë prej mbi 30 apo 40 vite. Më shumë gac, më shumë qysh stadium tjetër, gjithmonë kam ndonjë vend aty ku delshin futbollistët, paktën 65 vjet që kam ndryshuar vend gac. Por sonte kemi një tjetër tifoz shumë i njohur, që është i brezit të dytë, Gjusim Çoqa, mi se erdhe. Mirëmbrëma, mi se gjej. Nasi me shallin e Vllaznisë, simboli edhe shalli edhe fanela. Me shallin e Vllaznisë, me shenjë kampion, me yll du, po tema nuk diskutohet. Pra, keni para përgatitur? Jam para përgatitur dhe e një shpirtrisht. Ku vendoset ylli? E pa diskutueshme. Shpresojmë të realizohet. Shpresojmë. Mi se erdhe. Agron Kastrati është një ish-gjyqtar i njohur i futbollit, sot është delegat vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe një arsimdashës, një drejtues prej vitesh në arsim, si dhe në fushat e tjera sociale. Mi se erdhe, ngoni. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kjo pra është treshja që kam në panel, por ndërkohë unë do të kem edhe dy lidhje të drejt për drejta, janë dy miqtanë të cilët do ta plotësojnë akoma më shumë dhe këtë emision. Fillimisht do të kem nga kryeqyteti Alban Hasanin, që e falenderoj shumë, është gazetari dhe komentatori i njohur i radio televizionit shqiptar, ai i cili përcjell nga të gjitha stadiumet e Shqipërisë emocionet e kategorisë Ambisnes Superiore, qoftë me komentet e tij shumë brillante, por edhe me intervistat para dhe pasëndeshjes. Nëse regjia e ka gati Alban Hasanin, janë kolegët e mi të regjisë në pult Ensar Basha dhe Florian Gerdani, do ta mirëprisnim me Alban Hasanin, po ndërkohë disi më vonë, rreth orës 21 me orën tonë, për ora 15 me orën e Amerikës, kemi në projekt për të komunikuar edhe me Luan Zmijanin, i cili është aktualisht në Amerikë, po është një ish kampion i Vllaznisë. Pra me gazetarin e njohur Alban Hasani, si dhe ish futbollistin kampion të Vllaznisë Luan Zmijani, do të jemi shumë shpejt në lidhje të drejt për drejt, por e nisim me një kronik për ta rikthyer atmosferën e fitores dhe kualifikimit të Vllaznisë, e nisim me kronikën e takimit të luajtur në kryeqytet në arena kombëtare Dinamo Vllaznia, ku Vllaznia fitoi 2-1 dhe më njëherë pastaj edhe përmbledhja e emisionit Emocionet e pasëndeshjes. Vllaznia është skuadra e parë që kualifikohet në finalen e titullit më 12 maj, pas një fitore dramatike 2-1 kundër Dinamos në arenën kombëtare në Tiranë, fal dy golave të kapitenit Bekim Balaj. Ndeshja shtatsezonale midis dy skuadrave nuk i zgjënjoi pritshmëritë, ashtu si takimet e mbarshme, në spektakël në fushë, ku secili prej kundërshtarëve dominoi nga një pjesë loje. Vllaznia e renditur në vendin e dytë pas 36 javëve të sezonit të rregullt,
mund të kalonte edhe me barazimin, por kuqeblut vendosën të mos luanin me fatin duke u mbyllur në mbrojtje dhe synuan ta zgjidhin gjithçka përmes sulmit. Përveç një gjuajtje të Itodos në minutën 7, e gjithë pjesa e parë foli për Shkodranut, që sulmuan e rrezikuan, me Gurishën në minutën 21 e sidomos me Qaton një minutë më pas, gjuajtja e cilit u gështua bukur nga Teqja. Në minutën 28, pas një goditje nga këndi, Itodo prek topin me dorë dhe gjyqtari Hamita jep penallti për Vllaznin. E merr përsipër pa gabojshmi Balaj dhe shënon pa i lënë asnjë shans porterit të Dinamos në minutën 29. 6 minuta më pas, një tjetër prekje me dorë në zonën e Dinamos dhe penalltia e dytë për kuqeblut. Sërish Balaj dhe sërish gol. 2-0 pas 36 minutash lojë dhe Vllaznia sheh finalen me Dinamon të gjunjëzuar. Por pjesa e dytë është befasuese dhe merita është e gjitha e bluve, që nuk kanë asgjë për të humbur dhe hidhen përpara. Rrezikon me njerëza bërgja, por Juka e shpëton portën. Loja rihapet në minutën 51 kur Itodo shënon brenda zonës me të majtën. Sulmet e bluve vazhdojnë dhe Itodo shfaqet disa herë kërcënues brenda zonës, por pasaktësisht në gjuajtje. Në minutën 71 ai ka rastin ideal për të barazuar. Juka i grushton pas gjuajtjes së Zabërgjës, Itodo ndërhyn dhe gjuan disa metra mbi tra. Vllaznia, që deri atëherë vetëm mbrojt, i afrohet golit të sigurisë me një rast gjithashtu ideal me Qaton, që gjuan shumë keq për Ballteqes. Në minutën 93 Zabërgja ndoshta më i miri në fushë pretendon për penallti, por pa arritur ta fitojë. Në minutën 96 vjen një rast tjetër për Dodal, që hyn në zonë për në çastin e gjuajtjes ndryn mbrojtje dhe heq mundësinë e golit. Nuk ka rëndësi pasi loja mbaron dhe Vllaznia ka shans të fitojë titullin e parë pas 24 vjetëve, ndërsa Dinamo meriton gjithë përgëzimet për lojën e zhvilluar në pjesën e dytë. Ashtu si edhe në përballje e tjera të këtij sezoni futbollistik, RTS Shkodra ka qenë pranë shikuesve të saj me emisionin Emocionet e pasndeshjes, me një herë pas përfundimit të ndeshjes së superiores Vllaznia Dinamo, përpos kualifikimit në finale që është një sukses që i afron kuqeblut shumë pranë titullit kampion, të ftuarit në panel përcollën kritika për luhatjen e lojës së Vllaznisë në pjesën e dytë. Ishte një, si thua, një komunion shumë i bukur i lojtarëve të Vllaznisë, Vllaznia Ultra, që bronisnin Vllazni kampione. Vllaznia fitoi 2-1 me Dinamo Sidin me merit të plot. Unë mendoj që stafi teknik duhet bëjë një analizë të rëndësishme për 90 minutat e ndeshjes dhe pika kyçe që duhet vënë dorë është mbrojtja. Mbrojtja e Vllaznisë është një mbrojtje shumë për mendimin tim shumë e dobët. Patjetër që është pjesë e lojës, por edhe pjesë e fatit, duhet ta pranojmë, sepse të dyja ishin penallti, por asnjëna prej tyre nuk ishte i top që po rrezikote apo shkote drejt rrjetës apo po shkaktonte diçka. Por këta janë rregullat e futbollit. Edhe këtë rallë na boseshin ne. Unë mendoj që në tërësi pjesa e dytë ka nisur shumë keq për Vllaznin. Dhe për shumë minuta, ne e thamë edhe përpara se të hynim në këtë studio Gac që problemi kryesor tek çfarë pash të paktën vetë tek Vllaznia ka qenë mobilizimi. Sfida finale e vlefshme për titullin kampion të sezonit 2024-2025 do të luhet më datë 12 maj në stadiumin Arena Kombëtare, duke filluar nga ora 20. Rikthehemi në studio para pasi ndosim këto dy kronika me idenë për të rikthyer atmosferën e kësaj ndeshje, por natyrisht ne do ta plotësojmë edhe me opinionet që kam në studio me të pranishit, por edhe nëse lidhja me gazetarin e minjor të TVSH-s Alban Hasani është gati, do ta mirëpresim, nuk e dim, kam sinjal nga regjia apo jo për kolegun Hasani? Akoma, duket se nuk është gati, sepse siç më informuan, ekipi i televizionit shqiptar në këto momente është angazhuar në përgatitjet për Giro d'Italia. Kujtim që është një ngjarje e madhe sportive në ciklizëm dhe televizioni shqiptar do ta pasqyroj me një performancë kërret profesionale dhe mes tyre është edhe gazetari i minjor Alban Hasani që është i përfshirë tek ciklizmi, por le të kalojmë tek emocionet, si e ndjet veten. Herë para se me kalu te emocionet, që përmendet ciklizmit, para i muajit kam kanë Albarobello në Bari, është një qytet apo Barit në Itali, edhe kur kam pa një reklam shumë të madhe, e dishe që e kisha një kryeministin që e ka komentu këtë që është në rreth ciklistik, por kur kam pa një platformë të madhe rreth 30 metra, 40 metër katror, edhe rreth ciklistik Tiranë Shqipëni, e kam mi vetin krenar. Fantastik. Ke ishte gjë bukur. Kam pa aty, në Bari, në Albarobello që është një qytet që bëhet me UNESCO-ja, është qytet turistik. Me shtëpia të bardha. Me shtëpia të bardha, me kështu të mulume me pllaka gurit, është shumë bukur. Ta me uniforme janë.
Kështu si ka si ishte kjo, për çfarë? Propaganda, komentet, kronikat, informacionet kanë qenë të shumta mediatike, por kjo që thoni ju është Ja, me të thënë drejtën, kur e shef kështu drejt për drejt, është mjaft emocionuese, impresion pra kur e keni përjetuar vetë. Për emocionet, unë këtë neshe kam parë në shtëpi vetëm, isha asë maniku i shqip të bërtit fort, kam kënë kretë vetëm në shtëpi, kam dëshmitare vetëm kur më ka një Sulejmani me kolegët e tij që ju kanë misi. Kur është bë goli i dyta ka kënë në shkolla, ati bërtita, qose s'ka bërtit kur qëtër i thash, kam kënë unë, kur bë goli i dyta 2-0, ishte atmosferë e zakonshme. Problema po edhe vështetje në familje për këtë entuziasëm. Ishte dalë në punë vetë, erdhe, ka koincidu që është bë goli i dytë, se u bani shpejt golet, unë kam përtit gol, se i morë, se për asin, se ishte me përtita, 2-0. Është edhe familja, është sportdashë si po si në tonë. Jeni ju ndikuesi apo janë prej vitës? Kryesisht jam unë ndikuesi. Do më thonë, e kena pas brez me brezit. Bile gëzimi, kujtohet si tha gaci, në kena familje që kena dorë futbolin, një periudhë mbëlla ka kena edhe drejtori arsimit, edhe i sportit e kulturës që kena bashkë. Edhe kishte atmosferë. Është minori Bari Dervishit, për ato që po e ndjekin. Para ndeshjeve, do të thonë, futbolli ka kënë, e basketbolli, pallati sportit ka kënë gëzimet. Dhe mas punit. Edhe thotë herë nana, po bë me dekun ditën e ndeshjes. Çfarë bani ju? Me qetësinë më të mëdha i thotë, kur shtim gjenazën. Tashmë? Ja, shumë ditë përpara, flas për kohën tjetër. Ne shtim gjenazën, si më thonë. Kaq bën Shkodra për futbollin. E kjo atmosfera ka kënë jashtëzakonshme. Një lojë mrekullueshme në pjesë parë, një lojë e fortë në pjesë dytë, sigurisht pak e rrezikshme se kishte momente delikate delikate që në parë po fliçim për shansin sepse u shënua goli i parë Dinamo shumë shpejt dhe kjo ishte një presion edhe ka prish edhe planet e taktike të ekipit e deklarerave. Revia mund ta shfrytëzojmë në një pamje nga takimi i Vllaznia Dinamo. Shëqër Zotit, letarët ishin në formë, një gurishta shëmullor, bala si zakonisht i pam poshtun, edhe në precizion shumë të lartë në realizime, po kështot tjetë ekipi. A i Majla që ka pas një detyrë fshirë me balë, mbrojtjen dhe sulmin. Në mendoj se atmosfera në Shkodër i ka parapri atmosferë që do të krejot ditën e hane edhe besoj që... Për te, më të prej jemi mbledhur sonte, është edhe misioni radhës, po është edhe një tip promovimi për karikimin e qytetit. Kur e kam mjek meshën e Partizani me Ignatjen, ka herë më dukte veti si me kënë trajneri Vllaznisë të i patë është pikat, si me mbrojt Aleksin, si me mbrojt pathona... Me që dole të kjo ndeshje, për cilin nga skuadrat e kishe dëshirë? Partizani. Partizani është do t'i pranu se Ignatja ka shumë kualitet. Edhe për atmosferën, por edhe është dyshim me i but me jo atë agresiv sa... Do t'kishte kënë flak stadioni. Bile para ditë me dy shok, tha, mas ne mërë biletat afer Ignatjas. I thët një, po diskutojë, po ku ka tifoza Ignatja. Vetëm disa vajza. Për të pasur ka, kujdim që e kanë atë tifo grupë. Pa me se sa kishtet me Partizanin. Ka banor ka e gjë. Na bën të kthehemi tek ajo batuta e Ferit Borshit. Po duhet një thonë batutën e Ferit Borshit. Sepse shumë e kanë marrë përsipër, ta marrin përsipër dhe këtë, por kjo është pronë e Ferit Borshit. Ferit Borshi ka thënë, si ka thënë tek se ka shtifozë, sa ka Dinamo, na qëjmë krysh në dasën. Ferit Borshi, i malli Ferit Borshi. A vlen kjo dhe për Ignatin, apo? Po vlen, po thuj. Po thuj se vlen. Ata në hapat e parë, por edhe tu pa popullësin që ka, aq kanë tifozë, s'kanë mata. Aq sa ishin me Partizani, aq do jenë. Ju keni qenë prezent në stadium, e keni përjetuar maksimalisht, diskutova me kolegun tim Ardit Mani, videoanalisti mirë njohur, i cili ka qenë mes tifozëve këtë radhë. Bashkë në edhe me Sari, bukur mirë, sidomos për emocionet tuaja, si e përjetuat grupi Shkodran? E kena prit këtë ndeshje me besim të madh, se vjet në këtë kohë, në këtë moment jena thy, që s'dorën finale për një gol me Ignatjen 0-0. Për një barazim. Me një barazim, kështu që e kena prit edhe aja fitoria, edhe aja që në dha krah, 2-0 dhe më thanë, ishe një mrekulli. Edhe me Arditin po diskutoshëm. Kjo ndeshje nuk ka histori ma, i thash, kjo ndeshje nuk ka histori ma.
por pjesa dytë ndryshoi. Unë për veti kam thënë në një studio tjetër, se kena diskutu vllaznin, let pjesë parë, nuk let pjesë dytë, let pjesë dytë, nuk let pjesë parë. Kjo është reale, Pa. e kemi komentuar shpesh. Edhe unë një studio kam thënë, një ndeshje para Durrësit, që shku me në Durrës, në studio thash, a ka mundësi lojtarët e vllaznisë me luajtë pjesë parë e me shënu në i gol, e në pjesë dytë, Mirujt. mi luajtë rezultate, ma të losin edhe keq, edhe pisë, si me thanë, se po thamë kështu shqip. Kur shku me në Durrës, pa më thoshin disa tifozë që më kishin pa mu në studio, pa më thojnë, gëzim, thot, pa të nëgjoj, thot ty, thot, pjesa parë 2-0, 3-0 me Durrësin, 2-0 me Durrësin, më dhe filloj pjesa dytë, bëmë dhe tretin, sa filloj pjesa dytë. Kështu që, atë natë më thonë me 2-0, unë thash, le të losin pistë të shi, për e madhe. Tha dhe Balaj, se i tha moderatorja RTS Sportit, i tha loja ka po, tha rëndësi ka rezultat, i thënë këtë neshje. Po kishim 3 rezultate, 2-0, edhe Brazimi 3 rezultate kishim. Kastrati është folur shumë, jashtë masës si asnjëherë tjetër për gjykimin e kësaj ndeshje dhe për mendimin tim gjitha vërsulje kryesorit Hamiti nuk ishte drejtë dhe me mrapa në analizat me të ftofta profesionale u diskutua, u komentua dhe i dhanë paka shumë të drejtë dhe Hamidit në vendimet e tij. Por nëse ka diçka për gjykimin, nuk ishte krejtë, nuk ishte Hamiti ai që i mohoi Dinamos. Mirë që hape këtë temë sepse duhet i paraprij edhe opinionit Dinamovit në këtë aspekt. Sepse ishte ky Hamid i cili akordoi penalti me njëherë pa hezitim në favor të Dinamos, edhe pse ishte dyshim me atë Brylin e qatus, por e anulloi vari. Unë jam Albi, kam qenë vetë arbitër dhe momentin që dha penalti, unë vetë kam bërtit, a shef kë, me të madhe, nështë edhe me i fjallë, sa që o habita o nusja, ku që ke, po qarë dore të kja i këthën shpinën, ku dëmera dora i nuk e shif se ku shkën topi. Dore nuk ishte hapur. Nuk e kishte qu dore, dore kajtë normale, si këthën robi shpinën. Dhe e dha penalti. E dha pra... Por penalti bani dhe shenjë kështu. Nuk dyshoj se nuk ka njeri që i ka vese, dhe me thana, shumë i pasër si njeri, por është i rëmbyshëm, e ka këte, në vendimit pa. Hamiti është shumë i rëmbyshëm në momentin... Në çfarë aspekti i rëmbyshëm? Nga drejtësia, mendon se është i prem. Pra është i prem, po kur je me kamera, është shumë ma komod, për çdo arbitër sot. Edhe me gabu, rikthehet ajo, ashtu si novi. Kështu që dy rastet që pretendun për penaltit e dyja ishin dorë normale. Kurse rastet që përfitume na ishin dorë e habo, shifte a qik dora. Pra nuk kishte, lojtari vetë nuk kundërshtoi fort me po. Gjithatë shqyqyr që i dhanë nota pozitive, sepse ma njëherë ekipet ja lojnë fajin 100% arbitrit. Dhe nuk merren me atë ekipin e vetë kuj patin dështimet ose kuj patin problemet. Dhe kjo pjesa dytë, si në thanë, me të vërtet që ka rezultati, ka vlerë, po kur ti e vend dyshim rezultatin, me atë loj që i bëme në pjesë dytë, unë kam mesi me thonë me zemën dorë, i shohës, ma na bajnë golin e dytë se ata e nisën shpejt. Na moren para, na moren me sfushen, na kriju në surme, na myten me krah, nuk ka loja vllaznisë ajo. Nuk ban me lujt në atë pjesë, me gjithë ta njëre din mami, apo... Kujtimi diçka pasë do të... Ja, dishtë me thonë për Hamitin. Hamiti, për mendimin dhe më në të neshe lujti arbitrar shumë mirë. Për kuna zi, bëmi pa në raportit statistikor, nejna në shku shumë më tepër, kena marrë 9 kartelat verdha. Do thonë, smeti lujtar, po thuj se, pra, do thotë që çdo lujtar i ngarkum, mbrojtja komplet, bala, sulmit, s'pe përmendit gjithë. Po thamë shumë që kanë qenë me qëllim. Do që në çdo moment dhe njeni për ty në mund delte jashtë. Kanë qenë kartona teknik shumica, se unë i kam pa. Nërkohë që jo gjithmonë Hamiti ka ka që i drejtë. Për shembull, neshen që kena bën fazë parë në Leç, me gëzimin e kena pa në tribun, e ka kanë shumë në shkus. Shumë në shkus. Bile ne patëm njerëz që ai duhet shkote te vari, e që doli që të gjitha mediat edhe ekspertët e analizat e futbollit e thonë që ka qenë penalti, aja s'ka dinju me shku me s'ka shku mi pari. Nërkohë që doja, në analizën që ta lijo e varin. Edhe në këtë rast, pjesa pare dorës nuk shkej të vari.
sepse ai ka komunikim direkt me ata që e njeh. Kanë njoftuar. S'ka nevojë se fjala atyne është perfekte, thot kam pa këtë. Në qoftë ata kanë dyshime thot, atëherë thot shko shifro aty. Kurse kur ata ishin vendosur se Adori ishte krejt ashtu, ajo tërhoq, nuk shkete vari. Pra nuk duhet mi marrë parasysh pse nuk shkete vari se ishte penalti si thuti. Nërso nuk I falet Dajs që ishte shumë I ngarkum, normal se ka humbë ndeshje të rëndësishme. Shumë komente ka pasur sepse ka qenë një trajner model dhe është I tillë, por model është edhe duhet me kenë edhe në raport me publikun, me mediat, se ka 2-3 herë që aja është edhe dënu që s'ka shku me dhënë intervistë, aty intervistën që jepet masneshjes. Edhe atë natë foli shumë përshkrim për ndeshjen, foli domethënë që na kanë mbajt keq arbitrat një kohë kur doli që ajo e Repajt nuk ishte penalti fare. Ai tha unë kam pa, ajo ishte penalti. Kështu që përveç ka prodhuar ndoshta ajo arsyeja sjellës që ka prodhuar një incident që ka ndodhur midis dy drejtuesave që s'do të ndolte, por I ka futbolli, e rëndësishme është që Vllaznia ka fitu. Me baj lioj në ringe. Ndërkohë regjia me përgatitje edhe 3 intervista që janë dhënë më një herë pas ndeshjes, ndërkohë që përfundon edhe Kastati çfarë kishte? Para kësaj, pra me që ky paska pas ka shumë probleme me arbitrat, a është ky Daja që doli kampion, pra mori kupën e Shqipërisë. Me ita arbitra pra doli. Nuk mori arbitrat huaj që doli kampion. Se I paragjikoka, kur hub ka I paragjikoka, kur fitoka dhe kur merr kupën, ke kanë të mirë arbitrat. Pa kjo është ata paradokset që kanë ta me mulut metat e tyne, gjithmonë ja faturojnë arbitrit. Dhe kjo është hala është e met e madhe që jo në Shqipëri, po në shumë vende tjera. Ka raste të cilat janë dyshimta, gjithmonë faturimi është njëri është arbitri. 100 sekondit jep vendimin. Ne shohim 2000 herë edhe prap nuk na mushet mëna për atë vendim që ka lënë. Rikthehem asaj, kam deklaruar disa herë edhe në emisionin e kaluar që besoj 100% se Hamidi nuk ka pasur paragjykime kundër Dinamos, për vetë faktin duke marrë analizat e akordim të penaltisë të menjëhershëm në favor të Dinamos, kur ishte vetëm shkakti I takimit. Nëse do të ishte dashamirës ndaj Vllaznisë mund ta anashkalonte siç anashkaloi siç e ktheu vari. Megjithatë ndjekim intervistat që janë dhënë më njëherë pas ndeshjes. Po me thonë dhe ne kishim përgatit mirë, ndeshjen me Dinamo, sepse bëmë edhe ndeshjen kup, dhe kena kanë rival gjithë kampionatin, për vendin e dytë dhe vendin e parë, dhe jam I kënaqur sot për shpirtin e gërë që ka bërë ekipi edhe për tifozat. Për ne është rëndësishme që bëjmë maksimum çdo ndeshje, na pret edhe ndeshje në finale, edhe inshallah Zoti e mbrim me sukses. Bashkë me tifozat. Po, shumë vite presin një titull në Shkodër. Nuk e di, çfarë gati keni këtë herë? Me thonë dhe kam kanë fëmijën kur kena marrë në 2001, kanë 24 vite pritje, edhe për mua është një hëndër, me thonë dhe, na që Zoti ka marrë deri finale, do të mundon me mishë me shpirt për familjen time, për Shkodrën, për çdo gjë, për ekipin, çunat janë motivuar 100%. Siç e bota ose apo në varrin e shpirtin fush, edhe jam I kënaqur. Me thonë dhe nuk jam djeni për këtë situatë, sepse isha në ekipin edhe nuk ka sikena pas situatë lojtarë. Jo, sigurisht që ndeshja me Dinamon këtë vit mos gaboj është ndeshja 7 që kemi luajtur. Është ekipi që kemi luajtur më shumë ndeshje me Dinamon, na ka qelluar në kupë. E dinim që do të ishte një ndeshje shumë e vështirë, e kishim përgatitur që do të ishte një ndeshje e vështirë. Dinamo ka një ekip shumë cilësor, me një trajner shumë mirë, por ne ishim Vllaznia dhe u futëm në fushë pa frikë. Dhe ishim sigurt edhe të bindur që do të kualifikoheshim. Edhe pse kishim barazimin në favor, asnjëherë s'kishim menduar barazimin. Pas 2 golave të parë, normalisht ishim shumë qetë edhe u munduam që në pjesën e dytë, sidomos 15 minutat e para të pjesës dytë, e dinim që Dinamo do të na rrezikonte, sepse s'kishte çfarë të humbiste. Edhe ne duhet të ishim të kujdesshëm që mos lejoheshim që të pesojë gol, por pastaj pas golit normalisht Dinamo arriti sulmin, futi më shumë sulmuesa. Edhe normalisht ne ishim të kujdesshëm në fazën mbrojtëse. Por gjithsesi unë jam shumë I lumtur për kualifikimin, edhe më vjen mirë që kualifikimi nuk u arrit me barazim, por u arrit me fitore. Them vërtetën, Ignati ka treguar që është një ekip shumë I fortë që nga fillimi I sezonit deri tani, me plot merit ka qenë në vendin e parë. Edhe besoj se duke pas parasysh se ka edhe Brazilin favor, mendoj se është më afër finales, por gjithsesi ndeshja me Partizani nuk I di sepse Partizani është Partizani. Do të harrojmë që Ignati kishte edhe një finale që shkoi 60 minuta
edhe besoj të do të jetë lodhja. Për ne nuk kena asnjë preferencë, kushdo që të jetë finale, do ta shijojmë finalen dhe besoj se kupa do të vinë Shkodër. Në një premtim për titullin, keni ndonjë planifikim, ndonjë çmenduri që mund të bëni si? Ja, sigur, nuk do të jap premtim, por thjesht i përndaj tifozave që do të japim maksimumin, do të lozim me gjak, me shpirt që kupa të vinë Shkodër. Sot e pam që kishte një numër konsiderueshëm tifozësh, por në finale besoj dhe shpresoj që do të jenë më shumë, sepse në Shkodër jetojnë në futbollin. Shpresojmë që të shkojë kompeticionit deri në fund, por besoj që ju siç e pat dhe vetë, domethënë arbitrimi ishte, nuk di çfarë të them, domethënë po të flas për penaltit. Po ka pas 2 penalti, ka pas në pjesë parë ka qenë një penalti skandaloze. Domethënë protagonisti u bë vari sepse ndërhyr mos ka bëj 3 herë, tani si jam dhe i tensionuar. Ndërhyri 3 herë, dha penalti, hoqi penalti dhe mos japësh atë penalti, mos ta shohësh në var atë penalti, domethënë është një penalti që në gjuhën e arbitrimit, ajo unë vi nga kjo fush, është një penalti si vitet 97, domethënë. Duke qenë se është një kolegë juaj, komunikuat me Hamitin mbas ndeshjes çfarë? Jo, nuk kam komunikuar, nuk është se çfarë do komunikoj unë. Shpresoj që ai ta shikojë ndeshjen për vetën e vet, që të krijoj përshtypjet e veta, ta shikoj dhe vëzhguesin ndeshjes. Çfarë të them, domethënë kjo do të ishte një fest për qytetin, një spektakël. Aty kishte edhe njerëz të rëndësishëm, kishin ardhur nga Shkodra. Kishte vetë përfaqësues federatës. Po nuk e di domethënë. Po ta shikosh nuk është se janë vetëm raste penaltis, ka kartona të verdh, ka duket mënyra e arbitrimit. Mbase ai djalë nuk ishte në gjendje fizike, mbase kishte probleme të tjera psikologjike. Ai vërtet u zgjodh me short. Po kjo është, ne kemi ardhur për fair play, edhe nëse doni ta dini, shorti me marrveshje, edhe duke qenë, si me thënë, transparent, unë isha vetë atje, edhe me dëshirën tonë, shorti u zgjodh u tërhoq nga presidenti i Vllaznisë, thjesht për të bërë një ndeshje fair play. Po tani të vija i arbitër, edhe të bëja atë lloj. Nuk e di, domethënë, nuk kam fjalë, domethënë, atë kupën në të kundër duhet ta merrte arbitri. Duhet ta merrte arbitri. Kurse për varin nuk e di çfarë të them, do të kesh 2 ndërkombëtar aty. Edhe të vazhdosh me atë lloj arbitrimi nuk e di, domethënë, s'kam fjalë, më vjen në zor tani të flas më shumë. Rikthehemi në studion, ndoqëm në strategisht edhe në pas ndeshjes, ishin 2 futbollistët e Vllaznisë, pikërisht Krymi dhe Gurishta që ishin ndër më të mirë në fushë, por edhe drejtori sportiv i klubit të futbollit Dinamo, i cili ndër të tjera që ndoqëm ish kolegi i Kastratit, një ish kastrar, si që kemi parë në media të tjera, ka deklaruar, ka pasur pretendime për arbitrimin. Ne dëgjimi nga momentin në moment lidhje të drejt për drejt me Amerikën, aty ku është ish futbollisti i Vllaznisë kampione Luan Zmiari, por ndërkohë bëjmë dijet se janë dhënë edhe disa vendimet dhe ka pretendime edhe nga kampi Kodan se janë vendimet e buta. Po gjithsesi ne do t'i lexojmë shumë shpejt sapo është zbardhur vendimi i Komisionit të Disiplinës dhe tekstualisht theksohet: zyrtari i Dinamos Ilir Daja përsjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, dënohet me 6 ndeshje përzullim nga veprimtaritë. Zyrtari i Dinamos Ardian Bardhi përsjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, dënohet me 6 ndeshje përzullim. Lojtari i Tiranës Akil Ndreca, Hipokratesit, edhe janë vendimet e tjera. Për Vllazninë, për ekipet veriore nuk ka. Këto ishin 2 më kryesorët. Pra. Për drejtori teknik? Jo, nuk vendimit. Sa po është zbardhur vendimi i Komisionit të Disiplinës pranë FSHF-s dhe ato që interesojnë edhe temës së bisedës sot që ne diskutuam, janë pikërisht 2 ndëshkime që ka marrë trajneri Ilir Daja dhe presidenti i Dinamos Bardhi, i cili pretendohet është akuzuar se ka goditur drejtorin e Vllaznisë Tefik Osmani në korridorin ndërkohë që Ilir Daja për tendimet dhe
herë kanë ardhur reagimit e kampit Shkodran me buta. Po ta din më mirë se domethënë drejtuesit e kampit Shkodran shuhen për kulturë, domethënë për respekt karshi kundërshtarëve dhe homologëve të tyre, por siç duket ata e kanë pa më mirë situatën, kanë qenë prezent, kështu që nuk më marr mendje se janë prej atyre që kërkojnë mi dënu më shumë se sa ata kanë pas në merit. Unë sa për sjelljen jo sportive të Ilir Dajs, ka disa ditë, disa herë që ai edhe nuk ka paraqitur në intervista, plus vazhdimisht ka duke pas parasysh ka ekip mirë, por gjithmonë me një mendëmallësi ka fol karshi ekipeve që ka pas kundërshtar. Edhe me Shkodrën, te pra bile me Shkodrën, në Vllaznin ai tha që për arbitrin unë kam shumë fakte, do t'i zbardhi faktet dhe do t'i çojmë për si asnjëherë u befasova medaljen. Fakti që edhe u dënu tregon që ai ka pas drejt. Këtë deshte me thonë, do thonë, nuk ka rëndësi se sa ndeshje, sa muaj është dënu, rëndësi ka që ata ishin fajtor dhe ishin protagonist mira në qafë kësaj super ndeshje që u zhvillu. Se e gjithë skena që u ba, mos i ra bërbyli. Pra, dolen fajtor me të drejtë, nuk... Edhe Vllaznia, u eliminu nga Dinamo, nuk pa të qedhe jo sportive, as stafi, as tifozat. Jo, pati reagime për, sidomos për minutajin e paket në fund të takimit trajneri. Ajo ishte normale. Po janë... U shtunë sa 6 minuta lojë, brenda këtyre minuta u bënë edhe ndryshime, në rrimet të kam fjallën brenda kornizës e lojës, po nuk patë incidentet të saj natyrë. Pra, pikisht një ballafaqim përsëri kundra Dinamos. Kastrati, shkurtimisht sepse nuk duhet juve në pozitë. Për sa i takon vendimeve, ato i shkruan arbitri kryesor, pra shkruan relacionin dhe në bazë të relacionit Komisioni Disiplinës vendos ata pika me të cilët ka. Propozimet vijnë nga arbitri kryesor. Arbitri kryesor është përgjegjës për çdo gjë. Ajo në këtë rast nuk mendoj se kanë ardhur nga arbitri se ndeshja ka kanë marruar me këto reagime. Kanë kënë mos i arbitrat kanë një vëmë të ndeshja s'njete marruar. Në fakt ndeshja po dal zyrtar për stadiumit nuk njeh sepse ka vendime edhe mas ndeshjes ka kartona, ka tjerë. Ai ka pas situatë janë zhvilluar në këto pozicione. Tekniku Daja ka qenë në fushën e lojës se ka replikuar me drejtuesit, ndërkohë që incidenti i presidentit Bardhi me drejtorin sportiv të Vllaznisë Osmani është zhvilluar në dhomat në korridorin mes dy kampeve kundërshtare. Është delegati Azhveshgusi që i vazhdojnë pa pjesë. Edhe ajo zonë është pjesë e arbitrimit. Komplet. Mbrana o jashtë çat ketë rrethim aty deri kur det që përcjellohet. Deri ku e kanë arbitrat? Deri kur përcjellohen nga forcat e policisë që i thonë a jeni dakord deri këtu? Okej, miru pashim kur ti thonë miru pashim arbitrit. Ka diçka deri në atë moment. Deri ku thonë arbitri. Është pjesë e ndeshjes. Deri ku thonë arbitri do t'i kanë për detyrë forcat e policisë me i shoqënu. Pra gjithmonë kur ka pas në incident, po zakonisht kanë kaluar ata pjesë, ata kohë, se kanë dikur kohë të vështira. Jemi në pritje me Luan Zmianin, sepse kemi për merak të marrim një opinion, sepse e ka shijuar këtë titull me Vllaznin dhe pa dyshim edhe pse është larg Shkodrës. Është në katër mosisës atje. Po, atje. Është në Amerikë dhe është një lob Shkodran atje, një komunitet Shkodran, shumë shqiptar, por sidomos Shkodran, dhe ishte sportistë që janë edhe Zvon Zenuni, është Gaspar Noja, portieri, e të tjerë të cilët janë pjesë, por janë shumë figura sportive, por duket akoma nuk është gati, dhe tashmë kalojmë direkt, ndërkohë që presim lidhjen, tek atmosfera, si e shikoni organizimin që po bëhet? Të doshim e thonë. Deshe të thamë që, me që po filloj të kureti, kam shkuset me marë biletet e ty, po të thush janë maru tëna biletet e katit parë. Katit dytë nuk ka dalë shqiti ala. Se katit parë ka qmime me të larta. Po ku pytë, unë thëmë ka kry. Edhe më thëj djari, janë edhe një 20 vende orlejnë, se unë s'kam fëtë asi bilet me të dhanë. Shu që i e dash... Ka përfunuar biletat e kontingentit që ka Vllaznia. Kontingentit që ka Vllaznia, komplet. Po jo se ka përfunuar gjitha biletat e stadionit. Ja, gjitha biletat e stadionit. Ja, kati parë
Ka ndonjë informacion sa është shifra se është afruar vllaznis? Nuk e di për besën të shumë kam kënë kohëra nëmë para dreke me marrë bilet, kur tha s'kam, Po, si doja bëni? e mora online, pra, se ishin disa bilete online, e mora online aty. Çfarë çmimi? 15.000 lekë. Ka 15, ka 30 për ball, ka... Te zona rrëpsisë aty. 15 te tribunat tjera, tribunat janë një. Të vjetra, po. Te tribunat qendrore. Për ball. 2 kratë të tribunës, Po, 2 kratë nga të 5.000 treja, Po. pastaj vjen 15, rreshti i parë, kati i parë, kati i dytë, por... Kjo është informacion në saktë. E parashikoni që do të jetë një shifër tjetër... Diskutohet, po, aja pjesa mrapa, a shitket, s'ka, ata 10.000 lekë që s'ka, kishte kontingjent të bollshëm tifozësh në kryeqytet në Vllaznia Dinamo, por në një farë mënyrë kishte reagime se nuk ishte ajo shifra që pritej. U tha që edhe trafiku janë nisur me vonesë, disa janë kthy, disa janë kthy. Jo disa, po shumë janë kthy, se unë jam nisë në 3:30 prej shtëpijës dhe kam arrit në 6 sa. Kurse disa tjerë që janë nisë në 4 me autobuset e Vllaznisë, kanë ardhur në 8 pa 5 stadium. Po, bile sot po më thote shoqet Gogaj, që kishte shkuar me autobus, faleminderit tha policisë se na kanë marrë, na kanë përcjell, na kanë çuar me autobusa deri te stadiumi. Se kishin kap neshin. Se kishin kap neshin. Duhet vlerësuar. Por edhe për të hënë, meqenëse jemi në emision të përcjellim mesazhe, ato që kanë vendosur të udhtojnë në këtë qytet duhet të ndryshojë orare, jo me si në ndeshje me Dinamon që janë nisur edhe vonë. Ka një ndryshim vogël tash, se ditë ishte e dile dhe duke dalë nga plazhi i Shëngjinit dhe Itales, aty domethënë më marr makinën përdoret ka kënë. Kështu që me çështë e hanë, nuk është një ditë plazhit, s'ma merr mendja. Është një ditë pas votimeve, kujtim të ja, për atmosferën më mendoj se e hanë është domethënë Vllaznia ndoshta në bashkëpunim me drejtorin e sportit, në bashkëpunim. Po ditë ishte ditë e bukur domethënë të dal për plazhe domethënë. Me dal me makinë në Itale, sidomos Itale 2. Me kjo është interesante, kjo është me edhe një kujtim tek kamera përballë përcjellet këtë mesazh. Po supozojmë nëse na dëgjojmë 3-4 herë në stadium Kongën e Vllaznisë në variante të ndryshme, një makinë lëvizore me altoparlanca siç ka pas tradit Shkodra, me dalën në për qytet, dilen paradite, me ndezë atmosferën, dhe jam i bindur që krijon joshë, krijon tërheqje për edhe ata që e kanë dalë për ditët e pragneshjes në qytetin e Shkodrës. Patjetër. Duke nisur që nesër. Po qysh nesër deri tonë paradite. Sepse propaganda të thithë, të ftohtë. Ndoshta për ta thyer pak edhe atë tifozdekon e zgjedhjeve, sepse janë ditët e... Po se kanë mendën njerëzit të tifozlegu para Vllaznisë. Vetëm politikanë do të mungojnë atë ditë në stadium. Mungojnë që unë kam qenë në Barcelonë. Janë me ankthën e ditën e martë gaci. Edhe kam të martën? Po këtë martë. Ishim një aktivitet të tjerë. Edhe artikora 3:30, ku po hashim dreken, se një shesh pjaca në Spanja, edhe për Karshi, kishim një grup tjerë zakonshëm tifozas Interit, ishte 3:04, edhe qysh në atë kohë fillon ata me shku në stadium, edhe ishin tullur në tavolinat madhe, djemë të ri, vajza me të jume, me grupe, një atmosferë e ernezën Barcelonë. Jashtë zakonshëm. Por kështu duhet jetë dhe të hënë në kryeqytet, me dekorin kuqe blu. Unë mendoj që të fillojnë përpara. Përpara. Si përpara, brendëditës apo nesër, mos nesër, po. Atmosfera për të karikuar edhe ato që janë të lëkundur të shkoja për të moshoj, kur dëgjon ndoshta këto mjetet e propagandës të informimit. Po çfarë bëjnë më për këto kandidat për që nuk e kanë fuqinë e sportit, kandidat për deputet, shkojnë klub në klub, logje në logje, rrugë me kërku votë. Këto organizatorët e Vllaznisë kërkojnë tifoza. Jo, unë kam parasysh një përvojë... Në të Vllaznisë mund dojnë një makinë, mund të shëtisin... Një përvojë pozitive që e ka bërë shpesh Mirsat Basha dhe meriton respekt personal. Po, e ka, bo. Edhe publik, që unë e kam ndjekur vazhdimisht dhe në të tilla raste, ai ka pasur organizime të mirëfillta me grupin e tij që drejton dhe me vendosjen e flamujve, me dekorin e qytetit, kuqe blu, në për balkone, në për qytete, thirrit, në për lokale, në për shtëpia. Pra, Mirsat Basha ndoshta mund ta ketë planifikuar, por duke dëgjuar edhe Kujtim Dervishin që jep këtë mesazh, Mirsati së bashku me ekipin e tij do ta
rikthej këtë atmosferë. Unë kam qillu, kam pa ndeshje Partizani Tirana. Tani 4 orë përpara, 20 flok, ajo pjesa hapsina te universiteti para bibliotekës. Rrugët, policia me masa ekstreme. Kjo lezeti futbollit. Por ata dojnë organizim. Ishim me Tut Rahmanin në një televizion tjetër të këtë emisionit, pra ishim të ftuar të kolegëve tanë Sido Laosja dhe Klodian Zhivani dhe Tuti shpreh një shqetësim. Atë burinë e tij tradicionale që e ka mbi 30-40 vite, nuk ja lejojnë, duan t'ja pengojnë dhe me shumë vështirësi e ka bërë të mundet ta merrte me vete ta fuste në stadium për ndeshjen Vllaznia Dinamo. Ka diçka konkrete në rregullore sepse kontrollet ka qenë, me thanë, super e im. Ma dhe këfus në e kanë hek, ma dhe këfus nuk ka bava ki. Jo vetëm meshkëve, por edhe gjenisë femnore i kanë bërë kontroll sipas kolegëve të mi. Të është i përburi një herë, po mi pati në stadium, janë ata mjetet që nuk lejohen. Janë figurative, më Allah, që nuk lejohen. Buria nuk ka që s'lejohet. Lodra nuk ka që s'lejohet. Nuk është cilësuar aty. Nuk është cilësuar aty. Por, janë disa aty që dojnë me ba matë shajt, edhe hek puc, hek lilësa, len buri, dhe asdi që më thane. Në aspektin me që jemi të do t'i shërbim edhe publikut, ato që përna ndjekin që nuk janë, ndoshta ka për aty që për herët parë mund t'a provojnë që të shkojnë në kryeqytet për të shijuar një titull të Vllaznisë dhe çfarë mund të themi diçka tjetër më tepër për organizimin. Autobusa pa limit. Këtë mund në mi thonë, autobusa pa limit me që dhe në janë. Mu njësë ma herët. Autobusi më në dinej kur njësit. Autobusa pa limit, bile këtë rrallë. Dhe organizatorët do të shikojnë orarin. Këtë rrallë, se s'pa bëj unë në reklam, po firma Rashketa, ju ka paguar autobusin, ju ka bledhe biletën në më thonë. Edhe në ndeshjen e vitit kaluar ka qenë një organizim i tillë, pra ka qenë jo vetëm autobusi, ka qenë por me një zarf të tillë që edhe bileta brenda, madje edhe një shifër simbolike për konsum. Ashtu ka qenë edhe këtë rrallë. Ashtu ka qenë edhe këtë rrallë. Unë kam realizuar intervista, reportaje për para nisjes të finalin e vjetshme. Ti falenderojmë nga ky ekran që në shef tonë bota, firma Rashketa e ka ban këtë mrekulli, më thonë, si thoni ju, me zarf, me bilet edhe me... Pra një udhtim komod, pra një udhtim serios, por këtë radhë është një shifre madhe, ndoshta është e vështirë, por shumë vete edhe mua me kanë telefonuar, me kanë nisur mesazhe dhe kanë dëgjuar informacionet që mund të jetë edhe bileta e kompensuar nga ndonjë grupim biznesi, shoqat apo klubi. Sot kam dëgjuar dhe ndoshta është një përgjigje që mund t'i japim publike që këtë rrallë ka edhe sponsor të ndryshëm që kanë afruar edhe kompensimin e biletës. Po, unë i kam falas 4 bileta për familjen teme se do të shkoj me familje nga shoqata tifozave diasporës për shnese se në Fishten, i cili i banit mujtën, masi pat me një përpjekje puna sa intervjist. Ati ishte se në? Dhe e falenderoj, pra që spakut që majti fjallën, sepse unë i kisha dhanë fjallën familjes që do të shkojmë tanë me po, sepse kur e na bashkë, shuqyr ka manusin tifoze, djalin pa që pa, vajza. Jeni familje sportive prej vitesh? Po, tifozleku nuk është se unë të dojnë që sa të kujtimin për shama, i kishtë të thonë gruja bërtit e ti, dhe me thonë nuk e shif ka deshin, kurse gruja me është o tifoze, anin. Profesoresha? Respekte për profesoresha, tifo për vazin profesoresha. Profesor Kasadi që është me të vërtet se... Nesha me Dinamo dhe më thonë, ka dominu dhe më thonë, familja ka dominu shumë. Elementi femër, elementi familjar. Familjar. Nuk diskutohet. Këtë është e rëndësishme se më tha, ta kam siguru, tha, aty ku shkojnë familjarët. Shumë faleminderit që thash, sepse kjo është pozitive, me këtë rast në respekt edhe për Vllaznia Diasporë dhe për grupimin e tyre se ato kanë një ndikim edhe ndeshjen e kaluar, përsëri janë të angazhuar
Po natyrshëm që klubi Vllaznia presidenca, i kishte presidenti Alban Xhaferi dhe kolegu i tij dhe Ardit Karaja kanë bërë të mundur autobusa pa limit dhe lehtësime për tifozët që do të bëhen me dje në ditët në vijim deri ditën e deri se s'kishte ma bileta, siç e tha zotnia, pra pak bileta online. Me që nuk ka bileta sipas edhe Gëzim Çoqo se ka qenë prezent të bileteria në Shkodër, ndoshta është një tjetër mesazh dhe thirrje drejtuesve të Vllaznisë që të interesohen për të shtuar numrin e biletave nëse drejtuesit e Tiranës nuk diskutohet. Kjo kujtim do mund të ketë po tjetër se një për qëllimeve objektive të Final Fourit ka kanalana komerciale që ka deklaruar presidenti Duka. Sepse kanë thonë që më më kriju kësi projekt që se bëhen finalit në Tiranë, një për arsyeve është që krijohen të ardhurna më shumë dhe faktikisht këto biletat janë minimumi fillojnë 80.000 lekë, 15.000 lekë letra. Nuk besoj se do të ketë shifër të caktuar, pra të paracaktuar për Shkodrën, për klubin Vllaznia. Janë caktuar me tribuna. Shifra e biletave. Gjithë stadium ka hapësirë. Sepse kur luan klubet në kampionat, shpeshherë dhe është rregull e tillë që ka kaq limit biletash klubi mysafir. Si tha Gëzimi, kjo është i finale dhe 2 skuadra asnjëse. Duhet të jetë stadiumi 50/50. Kalohet në katë dytë. Inshallah kalon katë dytë, nuk mushet stadiumi me këtë ne. E poja punë është politike që mos me bashku tifozët. Nëse mos sportet, as mush kraj Vllaznisë, po nuk as mush kraj Jagnatia që nuk do të mushet. Ka më kë. Nuk mund të shkëndonë dhe mi përzi. Me organizimin shpeshherë kam vënë re është saktë, konkrete. Ardian Zeganjor është një nga personat i cili është dhe drejtuesi i lartë dhe i policisë dhe zëvendës presidenti i IPA, që ata po përgatiten për një kampionat botëror për të zhvilluar në Shkodër. Ai ka shoqëruar shpeshherë, ka një përvojë pozitive në ndeshjet ndërkombëtare, sidomos në Loro Buriqi, por edhe me gjë. Mos është momenti i dur që edhe me koordinimin e drejtuesve të Vllaznisë dhe konkretisht të zotit Zaganjori, por edhe kolegut e tij Artan Brahimi që janë përgjegjës për sigurinë e stadiumit, por në shumë raste kanë kontribuar edhe në transfert me tifozët. Pra të jetë një udhëtim i organizuar edhe me mbikëqyrjen e policisë së Shkodrës. Ashtu besoj. Madje Tutrahmani tek emisioni tjetër i bëri një thirrje publike drejtorit të policisë së qarkut Shkodrës, zotit Fatmir Dheshi, ku sipas Tutrahmanit ka një përvojë pozitive me këtë drejtor i cili në disa ndeshje jashtë Shkodrës, ku ka qenë që ka shërbyer, ka mbështetur tifozët e Vllaznisë, pra i kërkoi një drejtorit Fatmir Dheshi i kërkoi Tutrahmanit një mbështetje për këtë udhëtim, për këtë organizim, por edhe për burinë e tij, që të mos ja pengojnë. Është e mirë kujtim edhe që të përfshihen këto, pra të ketë një organizim zyrtar. Qeverisja lokale, policia e Shkodrës. Që bëni ju që është një thirrje, siç mund ta ketë bërë tutje, mund ta bëjnë atje. Kjo është normale, por ndjeninë time është që vetë drejtoria e policisë Tiranës i fton zyrtarisht si grupe mbështetëse të policinë e Shkodrës për këtë aktivitet, siç ka këna në Leç. Është vërtet. Ne kemi pas na, forcat tona. Forcat tona të policisë në vetë kemi ataku në Leç. Po. Sigurisht nuk kanë shku një numër shumë i madh. Ai sa konsiderohet. Laçi është si territor që mulohet edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, shpeshherë, por në këtë rast është pozitive sepse policia vendase njeh më mirë kontingentin dhe ndoshta është me kontribuese për të negociuar në raste të tilla. Grazie edhe për një ngjarje që mund të krijohet nga tifoza në gjakgjëtësi tipër, kur policia vendase e Shkodrës i merr më tepër mbrojtje edhe kjo kërkohet edhe kjo po kërkohet që në këtë. Unë mendoj se është detyrim institucional. Patjetër. Mendoj se është detyrim. Një tjetër element shumë i rëndësishëm që në lidhje me masivitetin, me nxitjen dhe me tifozëdhekun e shumë që pritet të jetë në Tiranë për këtë ndeshje, ka të bëjnë edhe një unitet, një harmoni ku, sipas një informacione të sotëm, komunitetet fetare të Shkodrës, qoftë komuniteti musliman dhe ai katolik,
kanë pasur një takim, kanë qenë të gatshëm të takohen, të japin edhe mesazhet e duhura për një bashkim të Shkodrës, që është në traditën e Shkodrës, që nuk ka zë të ndarë, por në këtë rast në shërbim të Vllaznisë. Dhe ndër të tjera, dhe Agron Kastrati që krahas të gjitha atyre tjerave, e kemi bërë me tilla herë të tjera, periudhën e fundit ka një angazhim, një mision me të vërtetë, një mision shumë qytetar dhe shumë të devotshëm, është edhe imam i xhamisë të Ajasëm. Besimtarët e Ajasmës që janë atë zonë ku shërben edhe Agron Kastrati, që është një figurë, një arsimtar, një drejtues i shkollës, një arbitër futbolli, një qytetar i nderuar, është edhe imam i xhamisë Ajasmës dhe sipas informacionit që kishte sidomos nga vllaznia diaspor që na njoftuan, do të ishit edhe ju në një mesazh të tillë. Si shkuan procedurat dhe sa do t'i shërbej. Pra, bëj fjalë për ju edhe për domosdoshmërinë nga krahu tjetër katolik që është edhe është një super tifoz, madje edhe lot mirë futbollin. E kemi parë në kampionatin e përftrive që ka shënuar golat të shumë dhe përshëndesim. Dhe e njoh nga afër sepse ne vetë fjala vllazni është vllaznim i bukur. Pra, ky është mesazhi. Me këtë mesazh mendova me fillu, domethënë këtë intervistë e cila u ndërprej për organizimin që kishte vetë presidenca e Vllaznisë. Nuk I di detajet për çfarë ka ndodhur, megjithatë mu më njoftuan nga Meftinia që është anullu sepse pas kanë projekte tjera puna e tyre. Domethënë, për mua, më thjesht desha më dhanë një mesazh si sa më tepër për sa të sportit. Ju takuat me domosdoshmërinë? Jo, ai iku pastaj se kishte punë tjera, ishte I ngarkuar me punë, unë naja me këta. Ju ishit I gatshëm, të dy apart. Ty erdhën aty në orar, erdhën në orarin. Në stadium për të dhënë mesazhin e duhur. Aty ku e kishin planifikuar, megjithatë ata e dinë më mirë, presidenca dinë më mirë, ata janë më përkushtuar për sa I takon me. Po ne thjesht një mesazh, një element që Shkodra gjithmonë e ka pasur në traditë. Siç është theksoi Kastrati, pra fjala vllazni, si ka vllazninë e futbollit, por ka edhe vllazninë e komunitetit. Unë nuk e shoh si iniciativë të keqe. Ajo nëse ajo iniciativë, kjo marrëdhënie pozitive, jepi mesazh për të bashkim forcash, që tjetë mirë të asaj ndeshjes, edhe kur, domethënë, iniciativa është ndonjëherë serioz, nuk e shoh se ka gjatë keqe. Megjithatë ata dinë që varet se si është në hyrje ndonjëherë ndoshta jo kompetenta që mund të kenë çu mesazhe që mund të kenë bërë njerëzit më tërheq. Domethënë, unë vetë jam pjesë e Këshillit të Meftinisë, Meftinia nuk ka ndjenjë për një organizim të tillë. Ky është krejt normale që mund të jetë bën jashtë edhe nuk e di pse mund të jetë anullu. Nuk e di, nuk kam informacion, por unë nuk e shoh si diçka të keqe. Megjithatë një kompenzim I tillë, edhe pse nuk është realizuar atje, mund të shfrytëzohet to ditë praktëneshjes në të dy komunitetet. Qoftë në xhamia për në kish me faljet me predikimet e futbolli nuk ka vetëm në besime të ndryshme, me thonë të shgëtsoj të shkojnë bashkë stadium me nol dikush. Është pra me që është momenti I vllaznisë, momenti I art pas 24 vitësh për të ardhur një titull të tillë. Dhe është pozitive që janë angazhuar edhe forcat e besimit, e dy besimeve. Unë I përgëzoj ata për iniciativën që patën për këtë ide, se ishte ide brillante. Unë direkt kam komunikuar me Muftinë e Shkodrës dhe ma mirë priti shumë sepse ai është vetë tifoz I Vllaznisë, ku më e martha sepse futbolli I bashkon. Nuk ndan njerëzit. Aq më tepër kur jepet nga dy komunitete të cilët e kanë krijuar në gjenes këtë vllazni. Pra janë krijuar qysh me kohë, qysh me Loro Borriçin e me pra me tjerë për të cilët pra kanë dhënë kontribut të përbashkët dhe vazhdojnë e fundit me kënaq këtë qytet, me kënaq ta, si më thënë tifoza, nuk ka shpënë gjë, një mesazh urimi do të ishte, një mesazh sensibilizimi, një mesazh I cili blen për çdo komunitet. Aq më tepër në këtë prag ku vllaznia po e pret me vite me radhë, e sidomos sot në ka shansi që jena në finale, po thasha o fitore, isha o dënë zoti, da ja me o fitore Ta mbyllim me parashikimet optimiste pa tjetër, vllaznia kthehet me trofen Shkodër.
Mos të harrojmë se kena një arbitër i cili arbitroi mram një ndeshje Arbitër polak. Polak shumë potente. Arbitri i brendshëm gjykon Vllaznia Ignatja. Është një arritje. Më ka bërë çudi se si ka pranuar ky arbitër me ardh. Megjithatë kjo është merit e Federatës Shqiptare të Futbollit, pra presidenti besoj do të kenë ndërhyr direkt për këtë arbitër për me prunë finale, për me pa i finale që mos me pas paragjykime dhe kjo është gjë sigur preferojnë më tepër Ignatina? Jo. Shkodrën. Unë ta them, do me lirë në Poloni. Nga Polonia janë rajonin verior. Bo me mallon mundësia dhe në ma kriju Zoti mundësin me jetu, unë kisha jetu në Poloni. S'kam pa popull ma të respekshëm, s'kam pa popull ma dashamirës e ma të kulturum. Ata nuk i shifshe me celular si i shofim ton, me libra. Me libra, vetëm me libra. Kudo që të ullëshe kishe librin. Kudo që au në rrugë të ecë kishe librin. Një popull me kulturë që dytën herë po t'i shkoshin lokal, ta dite edhe porosin që i mërshë. Tetën herë, ne apë të kartën thote, je mysafirionin. A kupton çfarë respektit bashin pra. Tifozi polonisë. Po ditë se ç'a jena ne, kur i thamë që jena mysafir për kaq ditë, kena s'ka rëndësi tha. Ne na keni respektu thet. Kush e ban këtu? Cili i prej? Shpresoj të na dëgjojë edhe arbitri polak. Do konsiderata. Unë që arbitri im mbrëmshëm agron shpresoj që të gjithë futbollistët e Vllaznisë komplet e kanë pa. Normal. Ishte finale para poshtë. Ajo më ishte mbrëm me këtë arbitër që di që gjykon finale dhe na dishim që kena dalë finale, mendoj që duhet shërbente si një trajnim për mënyrat e sjelljes lojtarëve në fushë me këtë arbitër. Momenti më i duhur pra kjo ndeshje. Është qartë se gjithsekush e marrë rresimin e duhur. Njohë se ne ne kena këtu reflekse me arbitrat tonë. Po të shohin se si duhet mos sjell me arbitrin, sot të tolerojnë lojën e fortë, sot tolerojnë fjalën etj. Kështu që ka një eksperiencë o një qetësi të veçantë. Organizimin me atmosferën sepse është një ngjarje e madhe sportive, një çerek shekulli. Ti gatë çfarë do bësh tonen? Si e ke ditën? Tonen stadiumin Arena Kombëtare emisionin me që ti do të vazhdosh emisionet për ftesë publike. Emisioni e ban fush. Unë kisha në mbyllje ta diskutoja dhe të anoncoja, po sa për informacion, ne tradita këtij televizioni është se pas çdo ndeshje të Vllaznisë, në emisionin Emocionet e pas ndeshjes, ne jemi në studio për të komentuar më një herë atmosferën, por ditën e hënë për shumë arsye, duke pas parasysh se gjithçka zhvillohet në kryeqytet, ne duhet jemi atje për të marrë mbështetje. Ti do të jesh stadium si gazetar sportiv? Do të jem stadium tek tribuna mediatike. Kemi vendet e akorduara, të miratura. Do të thonë Shkodra ka sigurt me Gocin? Jo, ne kemi marrë ato akreditimet, po do të Unë mendoj që këtë emision ta bëjmë atje në fushë aty. Jemi në tentativat që krahas e ke bë. Ne mund ta bëjmë në tribunën e stadiumit Arena Kombëtare, një mini emision para dhe pas ndeshjes, por kjo mbetet për të parë, por që do të jemi atje, do të jemi dhe nuk ka emision mbrëmjen e së hënës, edhe për faktin se është edhe përfundimi i zgjedhjeve, janë numrimi i votave, kolegët janë të gjithë të angazhuar në përcaktimin e rezultatit dhe duke shpresuar se do të shkojë gjithçka mirë, do të jemi të mërkuar në ardhshme, pra si sot një javë do të jemi në këtë studio për të analizuar, komentuar dhe diskutuar suksesin e Vllaznisë. Dhe duke i paraprirë një suksesi, çfarë rekomandon përposa asaj që ju i bëhet propozim bashkisë që të ketë këto ditë propagandë me megafon nëpër qytet, Mirsat Bashës me grupin e tij, me këngë sportive, të bëj ftesa, domethënë të krijohet një bërtham e një agitacioni të ndryshe. Kjo i takon Pragneshës. Por nëse Vllaznia rikthehet me trofe, çfarë do të ndodhë? Atëherë më alon dorë popullit. Si thonë këta? Uragani kush e blu si thonë politikanë kur doin me bë protesta, po alojnë popullit. Alojnë popullit. Do ta zbardhim ma gazet ta zbardhim te bashkia, do ta zbardhim. Inshallah vjen ai moment gaz se s'ke nevojë më. Po do ta zbardhim atë. Inshallah vjen ai moment që vetë profesori ai moment. Ti ta vnin zemra. Shumë. Do ta zbardhim ma gaz. Për arsye se ne do të bëjmë emision këtu, do të jemi gjithë atje për të marrë gjithçka, do të ketë atmosferë. Ka një propozim tjetër se
ata që janë punë, të drejtorat që na ndhin, s'paku të na japin për të marrë në leje se kena marrë pa zos, kena kanë fuqishëm me vënë mësim. Kështu që e pa Një person si Agron Kastrati meriton gjithçka. E fundit. Goni na bëjmë orar. Bëj një propozim. Me drejtë bëjmë orar çdo ditë sepse për arsye të ngarkesave që kanë, sidomos mungesat e tjera për bisedat që bëjnë jashtë shkollës në herë të tjera. Na kena ton kapacitetin që ata që deklarojnë që janë stadium tonen, mund vinë vonë, edhe na vazhdojmë mësimin normal, ti mos prish mësimin, po ti thonë aty ne hajde në gëzume dhe bëni mësor vëllezër mësim. Duke pasur me drejtësia një drejtor kaq simpatik, kaq tifoz në vite, është fat për atë personel, edhe për studentët se kuptojnë tonë. Për cilë frymë sportive. Do të kishte kënaqësi aty në shkollë. Do të kishim kënaqësi sikur ky organizim i bukur kishte një fanet për secilin antar që shkon atje me përfaqësu vllazërin. Fanela ka mu. Do të ishte një tjetër. Tani kanë fanela. Pjesa më e madhe me fanela përfaqësohet. Pa, gjithë. Tanë fanela. Janë nisma individuale apo ju mendoni se të organizume. Duhet të jetë në paketë. Organizume. Duhet të jetë paketë. Po të ishte organizume kjo. Gjoni një fanel nuk kushton secili Jo, se tham për ata që shkojnë, ata që janë të organizuar autobuse me tan. Ja, ti veshin, ti marrin me vetëm për të. E fundit krejt është hedhur dhe sot edhe shorti finalfor për femrat, kampionati kombëtar i superiores për femra, Vllaznia Apollonia. E fort? Ko ka ki fort me që në del para ne, po çfarë kemi fort? Vllaznia Gramshi me stadionin apo? Vllaznia Apollonia është Gramshi Amado. Gramshi është me dhe Gramshi Partizani. Gramshi me Partizani. Unë ishe një meshë që luti Partizani. Rramit është 3-0, 3-1 bile bani gol fondatar. Ishe me Lazin duke ndaj aty tupi kafe, ardhi trajnerja Partizanit dhe tha isha dan zoti na bjen me Gramshin e dali me ju në finale. Si tha Lazi dha, nuk është një ekip kush e di se çka Gramshi ka më shumë zhurmë, tha 1-2 lojtarë të tjerë. Kështu që mundena me dalë në finale. Nuk diskutohet më nga se Matia me ekipin e tij i ka realizuar dhe i ka tejkaluar objektivat e tij. I ka tejkaluar objektivat në kot më shkret, po çfarë? Kampion do të shpëpret titullin e 12. Dhe ndërkohë që shpresojmë edhe presidenti Alban Xhaferi dhe stafi i tij të vendosë jullin në fanel për titullin kampion të 10. Atë presim. Me këtë urim e mbyllim edhe për sonte emisionin tonë Studio Sport. Falenderoj Kujtim Dervishin, si gjithmonë pozitiv, për cilë motiv, entuziazm dhe ato propozimet që ju bët në adresë të bashkisë janë shumë interesante dhe besoj se i vlejnë. Sidomos me njësat bashkës që ka njësur organizimet e ti. Ka menu. E ka menu. Faleminderit Zim Qoqja. Ishte kënaqësi. Inshallah do jemi gjithë së bashku. Të mërkurën kampion. Po, patjetër. Agron Kastrati, faleminderit dhe tras të tjerëve dhe respekt për misionin tuaj dhe ajo që nuk u realizua sot zyrtarisht, besoj që mund të konkretizohet edhe në mënyrë personale mes njëri tjetrit me kolegët tuaj të besimit katolik. Faleminderit. Së bashku me kolegët e mi të pultit të transmetimit Ensar Basha dhe Florian Gerdani, nga unë Gaspar Marko për shëndetja fundit, urojmë që mbrëmjen e së hënës të ndodhë ajo që ne presim prej vitesh, që Vllaznia kampione dhe të mërkurën e ardhshme në këtë studio të analizojmë dhe të festojmë titullin kampion të Vllaznisë, titullin e 10. Deri atëherë mirupafshim.